Nëse njani shkojnë një 2 persona të hoxha, e kanë një për një njeri dhe do një ullë reputacionin e ati njeriut. Edhe din që ai hoxha me një njeri nuk e qetë prej zemrës personin, se për mja pranu që filani e ko këtë gjuna, duhet me pos 2 dëshmitar. Edhe ata 2 dëshqohen një 2 djanë, edhe shkin hade, tja ullë me reputacionin pozitën e që ati këjshijës të hoxha. Se kanë po që të nejtë me hoxën, edhe të bollaf me hoxën, e pajanën me hoxën, edhe kur shkujt, edhe i thujnë, hoxë, filani që ka ti porrin me ta, është dinjishtar. Filani që ka ti porrin me ta, e kemi po të i pi alkohol. Filani që ka ti porrin me ta, e kemi po dhe kemi po. Qka banë hoxha djetari që mërvesh të sende, ja mera me të që aty në 2 që ka ja prënën lajmin, edhe shkën në fare fisni, në rethin e që atyre dhe i pyt, e qka me ndani bre jo për filanin. A i filani ka mundësi, këta 2 lajmin që e kemë pru, 2 janë gënjeshtarë, se qëllimi tyre është me ullat njeriun. Edhe ata e të thënë, qka me ndani, ata të tjere t'ju përgjishëm. Dhe filani, jo, kujdes për ti so rëndës. Kujdes për ti se a i flet keq. Edhe këtë që tu tash përgojimit që i bohën, për mjarujt të nderën e një muslimonit, pse këta pa dojnë vishë për keq me orë me dëshmu, edhe pse u përgojun këta 2 dëshmitarët, por një përgojim i tillë është i lejuar.